Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mbani një hudhër poshtë jastëku dhe do të çuditeni se çfarë ndodh. Hudhra është një ushqim vërtet i lashtë dhe është përdorur si ushqim në çdo sezon për qindra mijëra vjet. Hudhra është e lidhur ngushtë me veti të qepës dhe pavarësisht nga aroma e saj e fortë është një nga ushqimet më të konsumuara në mbar botën. Ajo është e pasur me ushqyes thelbësor dhe ka veti shumë të rëndësishme mjekësore dhe shumëllojshmërie të përfitimeve. Hudhra gjithashtu ofron një sasi të konsiderueshme kalorish deri në 100 për 100 gram. Ajo nuk mund të shkaktojë shtim në peshë. Hudhra përmban karbohidrate komplekse dhe proteina të cilat përmirësojnë performancën tuaj fizike dhe mendore. Ajo ofron shumë vitamina B kompleks dhe mineralet esenciale si natrium, kalium dhe gjithashtu magnez. Përbërësit e hudhrës janë të dobishëm dhe perfekt për trajtimin e llojeve të ndryshme të infeksioneve, çrregullime metabolike dhe po ashtu probleme të frymëmarrjes. Ndërkohë, në fakt, substancat antioksidan dhe antiinflamator të hudhrës e bëjnë atë një aleat të fuqishëm për shëndetin tuaj kardiovaskular. Hudhra përmirëson elasticitetin e arterieve tuaja, gjithashtu zvogëlon kolesterolin e tepërt dhe rregullon nivelin e presionit të gjakut. Ajo ka veti antibakteriale dhe antiseptike. Këto veti mund të punojnë më mirë se antibiotik të caktuar sintetik. Ajo është një diuretik natyral që lufton mbajtjen e lëngjeve dhe inflamacionin në inde. Gjithashtu ajo përmirëson rrjedhjen e gjakut në qelizat individuale të trupit dhe ndihmon në parandalimin e plakjes së parakohshme. Ajo ka veti antibakteriale, mirë po përse duhet ta vendosni nën jastëk? Ky sekret i vjetër i familjes është përdorur për të përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit për breza me radhë, veçanërisht tek njerëzit të cilët e kanë të vështirë që të bien në gjumë. Nëse ju vendosni një hudhër nën jastëk çdo natë, përbërësit dhe aroma e saj kanë një veti shqetësuese e cila mund të përmirësojë cilësinë tuaj të gjumit. Ne themi se hudhra është antibiotiku më i fuqishëm natyror, por çfarë do të thotë në të vërtetë kjo? Sipas ekspertëve, hudhra përmban alicin, e cila çlirohet kur konsumohet, dhe alicina vret lloje të ndryshme të baktereve, ka efekt antiseptik dhe njëkohësisht pengon riprodhimin e mikroorganizmave, por edhe shkatërohet në temperatura të larta, çka do të thotë se është më e shëndetshme, por njëkohësisht duhet ta konsumoni të freskët dhe të patrajtuar termikisht. Ja çfarë i ndodh trupit tuaj nëse hani hudhër çdo ditë. Mbron sistemin tuaj kardiovaskular. Një thelpi hudhër në ditë ndihmon në forcimin e enëve të gjakut, stimulon gjithashtu qarkullimin e gjakut dhe ul përqendrimin e kolesterolit në trup. Sipas kërkimeve shkencore, hudhra ul edhe nivelin e sheqerit në gjak me rreth 25%, forcon imunitetin, neutralizon radikalet e lira dhe toksinat të cilat dëmtojnë organizmin, stimulon edhe prodhimin e lëngut gastrik, rregullon gjithashtu funksionimin e pankreasit dhe përmirëson oreksin, lufton me sukses të gjithë parazitët në trupin e njeriut, mund të ngadalsojë procesin e depozitimit të kriprave, rikthen kërcin dhe indet e kyçeve dhe shërben gjithashtu si një parandalim i osteoporozës. Është jashtëzakonisht i pasur me antioksidant, flavonoide, vitamina të grupit B dhe acide të cilat janë në gjendje të rigjenerojnë lëkurën, të japin asaj elasticitet dhe të luftojnë shfaqjen e akneve dhe rrudhave. Nutricionistët nga ana tjetër besojnë se futja e hudhrës në dietë shkakton humbjen e peshës së tepërt.
Këto janë arsyet përse ju duhet të hani më shumë hudhra gjatë verës. Hudhra është një nga produktet që ne mund të gjejmë në tregjet e fruta perimeve gjatë gjithë vitit. Megjithatë, si çdo produkt tjetër, edhe hudhra ka stinën e saj. Ajo është e vogël, por punën e bën të madhe për organizmin e njeriut. Këtu ne do t'ju tregojmë të gjitha arsyet se përse duhet që të rrisni konsumin e hudhrës, sidomos gjatë stinës së verës në të mirë të shëndetit. Hudhra ndihmon në mirëmbajtjen e funksionit dhe shëndetit të zemrës. Ajo pakson gjasat e shfaqjes së sëmundjeve të këqija dhe njëkohësisht vlerat më të mira i ofron nëse konsumohet e gjallë sepse gatimi tjetërson të gjithë përbërësit mirëbërës të kësaj barishtaje. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e të paktën 2 thelpi hudhër në ditë që ju të merrni përfitime të mëdha. Pak kalori. Hudhra gjithashtu mund edhe të përmirësoj shijen e shumë ushqimeve, duke ju ofruar ju shumë pak kalori. Mjafton 1 ose 2 thelpi hudhër, jo vetëm për të gatuar diçka të shijshme, por edhe për të marrë vlerat e nevojshme. Hollon gjakun. Gjaku i njeriut mund të trashet më shumë gjatë verës, sidomos kur trupi humbet ujë nëpërmjet djersitjes dhe njerëzit duhet që të pinë më shumë ujë që të hidratohen. Hudhra njihet si një ndër perimet më të mira për hollimin e gjakut, madje shmang trombozën. Vitamina C. Gjatë verës, njeriu duhet ta ketë prioritet marrjen e vitaminës C, si nëpërmjet ushqimeve ashtu edhe nëpërmjet suplementeve. Lëkura juaj gjithashtu ka shumë nevojë për vitaminë, sepse është gjatë gjithë kohës e ekspozuar ndaj rreziqeve të dëmshme ultraviolet. Ndërkohë, sipas informacioneve, një racion prej 28 gram hudhër gjithashtu ofron dhe plotëson 15% të dozës tuaj të rekomanduar ditore të kësaj vitamine të rëndësishme. Antioksidantët. Gjithashtu hudhra mundet që të ndihmojë edhe në antioksidant, pasi ajo është mjaft e pasur me tallë dhe ndihmon në luftimin e dëmeve që shkaktojnë radikalet e lira në organizëm. Sipas ekspertëve, duhet të dini se përpos këtyre, hudhra gjithashtu mundet që të ulë nivelin tuaj të kolesterolit, tensionin e gjakut dhe njëkohësisht e mbron trurin tuaj nga sëmundjet, si edhe mundet që të përmirësoj stilin tuaj të jetesës. Ndërkohë, nga ana tjetër, hudhra stimulon sistemin tuaj imunitar dhe normalizon florën e barkut. Hudhra gjithashtu nga ana tjetër është një antibiotik mjaft i fuqishëm natyror dhe me të vërtetë që punon. Hudhra vret një numër shumë të madh të baktereve, si edhe duhet të dini se ajo është përdorur gjerësisht në popullin dhe në mjekësinë tradicionale për trajtimin e mjaft sëmundjeve. Hudhra parandalon plakjen dhe përqendrohet pikërisht tek arteriet kryesore dhe periferike. Hudhra gjithashtu zvogëlon edhe nivelin e kolesterolit në gjak. Është e rëndësishme të dimë se hudhra forcon sistemin tuaj imunitar, duke rritur kështu aftësinë e trupit, duke mbrojtur veten nga ndikimet të dëmshme natyrore. Hudhra gjithashtu shkatëron edhe një numër të madh të baktereve të ndryshme. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!